So in the Albanian second division game, we have FC Bassania playing against Luzi Vogel, where we have the Nigerian Kasim Lonkat, Saturday weekend game. So though unfortunately they lost 3-2. The defensive midfielder was in action for 90 minutes. This Nigerian wonder kid, he also got a penalty in that encounter. They brought him down in the box, which Osman took the kick, and then, we have Nick Shida scored for Bassania, we have Gini, and then Hosaj scored for Bassania, and for Luzi Vogel, Osman and Kasmo Larry, got the goal for Luzi Vogel. So that's it in the category Edit in the Albanian second division. So Kasim Lonkat, is also in action. So let's hope and also wishing the Nigerian, a better game ahead. So, and that's it now. So I'll give you a video, a replay of that encounter. Enjoy it. Dhe për gjetur Peqinin, Bill Hoxhaj, ka bishkon tek Lonkat. Trokthi. Peqini. Hoxhaj i fuqishëm aty. Se është Hoxhaj, le pas disi, por jo me saksi për Hazar Shimaj. Luzi 2. Shumë emocione në fushën e Bushatit ditën e sotme. Ndeshje totalisht për të shijuar. Leka të ndërria ti ashpër ndaj Lonkat dhe ka ndëshkimet verdh për Lekën. Ka ndëshkime karton dhe për Lekën. Kërkojnë të barazoj sa më shpejt me një sulmues si Peqini. Alushi. Bushat. Alushi. Topi për Azizaj. Byll Marashi me saksia të kësaj rradhe. Elbasani ka bon pasimin e tij për gjetur Gjinin. Gabon edhe Gjini në këto momente duke hezituar. Harusha. Gjini nuk arrin ta lërë dot pas siç duhet për Elbasani. Lonkat triblon aty ndaj Elbasanit. Tenton një top për Gjonin, por mbyll mirë sërish Hoxhaj. Pasimin e tij për Azizajn. Marashi, le pas mirë për Milan. Ka bojë në momentin e dytë lojtarët e Elbasanit. Lonkat. Topi për Gjonin, por mbyll mirë Nikšići aty. Ishte në pozicion rregull Gjoni. Mbyll mirë. Por e rikuperon me Sushori. Lonkat, triblon mirë aty ndaj dy futbollistëve. Në hapësirë për të majtën, vjen goditja ti, por e gabuar plasit janë 4 fanelat bardha tashmë në kundër sulmit, dhe është vetëm Shimaj dhe Nikšići pas. Shikojmë. Alushi, tenton gjej atje Lonkat. Topi shkon, po ka penalti. Ka penalti. Fiton këtë 11 metrësh me zgjuarsi Lonkat. Dhe Arusha i cili gabon në këto momente. Ka penalti për miqt. Shikojmë. Me se duket nuk është as pak i bindur portera Arusha. Por e ka vëshëlluar penaltin gjyqtari. Nikšići mbyll atë top që përshkonte drejt Alushit. Ty e paraqitur në Korç duke si ka dhënë një tjetër moral, një tjetër zemër skuadrës Basanias, që absolutisht nuk ka pse të ketë frikë ndaj asnjë lloji kundërshtari në këtë ligë. Mbyll mirë Hoxha atë top që përshkonte drejt Azizajt. Ish shkëlqyer Hoxha në atë ndërhyrje. Nga i topi i Alushit.